Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi operacionin antidrogë mes Shqipërisë dhe Italisë që çoi në goditjen e një prej grupeve më të fuqishme kriminale në vend. Pavarësisht se SPAK u vlerësua për bashkëpunim nga autoritetet italiane, Berisha u mundua të minimizonte vlerën e prokurorisë së posaçme. Aty ka grupe tjera, unë mund t'i citoja, po jo. Porti Durrësit dhe kokaina hyn e tëra tani në Shqipëri në përmjet troplinve. Në këtë drejtim, unë përshëndes antimafjen italiane, antimafjen, se SPAK-u aty ishte. Temi atë që është. SPAK-u ka muaj vite që sodit. S'bën asgjë. S'bën asgjë. Në fakt, antimafja. Dhe bashkë me ta, sigurisht sepse po. Por, prit, është operacion vazhdim. Nuk u tha se sa u arrestuan dhe nuk u tha asnjë generalitet, po them unë ty, se kësë moment kryesor u njoftuan dhe ikën. U njoftuan. Matriksi funksionon, vazhdon të funksionojë. Berisha ka përsëritur akuzat për manipulim të votës në zgjedhje, duke hedhur dyshime të rënda mbi procesin e votimit nga diaspora. Po ashtu, kryedemokrati u shpreh se e implikuar është edhe posta shqiptare. DHL, DHL-ja, me urdhër të qeverisë, ka shkel kontratën dhe ka kontraktuar nën kontraktor të tjerë të cilët kanë bashkëpunuar ngushtë me Partinë Socialiste. Ndonë se kontrata parashikonte asnjë lloj nën kontraktimi nuk mund të bëhej, sepse këtu DHL u pranuan nga ne, DHL-ja, për shkak të reputacionit të saj. Por segmenti shqiptar i DHL-s funksionoi krejtësisht sipas urdhrave porosive të qeverisë dhe të Edi Ramës. Zarfat, votat, nuk u mbushen nga qytetarët e regjistruar, por ato në mira prej tyre u plotësuan nga patronazhistët të dërguar nga Tirana, nga punojës apo ish punojës të ambasadave dhe solli një manipulim të dalë jashtë kontrolli. Ndër të tjera, dora e zezë e postës shqiptare është një nga faktorët e tjerë që ushtri mbi votën e diasporës. Imagjinoni ju magazinat e postës shqiptare se si lukunia e patronazhistëve ribëri nga e para votat siç deshi. Ky është një proces i kriminalizuar në shkallën më të lartë, që kurrë nuk do të njihet dhe nuk do pranohet. Berisha deklaroi se Partia Demokratike nuk i pranon rezultatet nga zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Të gjitha vendimet do merren në vazhdim, por zgjedhjet ne nuk i pranojmë, sepse ne nuk mund të pranojmë zgjedhje të tilla. Zgjedhje të tilla nuk mund të pranojmë. Kur? Dhe nuk mund ta imponoj kush ne të pranojmë këto zgjedhje. Por zgjedhjet, siç kam deklaruar, janë një proces edhe kombëtar, edhe ndërkombëtar. Janë një proces ndërkombëtar se ju e keni qartë që parimet e zgjedhjeve të lira janë të sankcionuara një seri dokumentash, cili do nga ju që lexon raportin që ka trondit gjerë në palc,
Edi Rama po bën çdo përpjekje nga më banditeskët, shënojën i lutëm, por të ndërhyrë, por sukses nuk do ketë. Ndër të tjera, Berisha theksoi se Partia Demokratike dhe opozita kanë paraqitur një program ekonomik të qartë dhe transformues, por nuk mund të përmbysin farsën e organizuar nga diktatura për të mbajtur pushtetin.